Mirë se vini në ProCredit Bank. Platforma e-banking tashmë ju mundson përdorimin e një metode të re sigurie përmes aplikacionit ProCredit Mobile Sign, e cila tashmë do të zvendçojë metodën MTAN dhe token. Ky aplikacion ju mundëson autorizimin e veprimeve në e-banking dhe mobile banking në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Ju tregojmë se si. Hyni në platformën online në faqen zyrtare www.procreditbank.com.al. Shkruani emrin e përdoruesit, fjalë kalimin tuaj dhe pastaj klikoni butonin Hyrje. Vijoni procedurën normale të hyrjes në e-banking, duke vendosur kodin MTAN. Vendosni kodin MTAN që keni pranuar me SMS. Më pas do ju shfaqet faqa Këshilla Sigurie, e cila ju udhëzon të aktivizoni metodën e sigurisë së dyfisht përmes aplikacionit ProCredit Mobile Sign. Klikoni mbi Aktivizo Mobile Sign. Për të vijuar me aktivizimin, ju nevojitet një kompjuter dhe telefoni juaj. Do t'ju shfaqet një udhëzim për shkarkimin e aplikacionit iOS dhe Android. Për ta shkarkuar aplikacionin, mund të përdorni kodet QR të shfaqura në ekran. Një opsion tjetër është të shkoni në App Store ose Google Play dhe të kërkoni ProCredit Mobile Sign. Pasi të keni shkarkuar aplikacionin, klikoni Vazhdo në e-banking. Shkarkimi dhe aktivizimi i ProCredit Mobile Sign në celularin tuaj. Për të aktivizuar, ndiqni hapat si më poshtë. Shkarkoni aplikacionin. Në momentin që hapni aplikacionin ProCredit Mobile Sign, shfaqen disa hapa që ju ndihmojnë me aktivizimin e aplikacionit. Këtu do të klikoni Vazhdo. Plotësoni fushat me kredencialet e shfaqura në e-banking. Këto të dhëna mund t'i plotësoni manualisht ose mund të përdorni opsionin e skanimit të kodit QR të shfaqur në ekran. Pasi të jenë plotësuar fushat dhe të keni vendosur kodin PIN, i cili krijohet nga ju dhe duhet memorizuar, klikoni Vazhdo në aplikacionin ProCredit Mobile Sign dhe më pas në e-banking. Pasi të klikoni Përfundo, do t'ju shfaqet faqa që tregon përfundimin e procesit. Ju aktivizuat ProCredit Mobile Sign me sukses. Mund të vijoni të përdorni platformën tonë online me siguri dhe efikasitet të lartë. Shembulli i kryerjes së një veprimi, transfer. Pasi të keni vendosur kredencialet, do të drejtoheni në faqen si më poshtë, ku do të klikoni Hyrje. Tashmë do t'ju shfaqet mesazhi. Ju lutem, hapni aplikacionin Mobile Sign në pajisjen tuaj për të përfunduar këtë veprim. Në pajisjen tuaj celulare do të shfaqet njoftimi. Konfirmoni hyrjen në e-banking. Klikoni mbi njoftimin. Pasi të klikoni Aprovo, në aplikacion do të hyni në platformën e-banking, ku mund të aksesoni llogaritë tuaja si dhe të kryeni transaksione bankare. Pasi të keni hyrë në platformën e-banking, aksesoni menun Transferta kombëtare dhe vijoni procedurën për të regjistruar transfertën. Në momentin që klikoni Përfundo, do të shfaqet faqa që kërkon autorizimin me ProCredit Mobile Sign të transfertës. Në pajisjen tuaj celulare do të shfaqet njoftimi. Keni transaksion në pritje për aprovim. Klikoni mbi njoftimin. Për të autorizuar transaksionin, klikoni Aprovo në aplikacion. Pasi keni kryer këto hapa, transferta juaj është regjistruar me sukses.